Bendis, përshëndetje. Mirëmëngjes Aida, në ditën e sotme jemi pozicionuar pikërisht në fshatin Obot, ku është një nga fshatrat që çdo si ndimri me rreshtet e shiut përballen me prezencën e ujit. Pavarësisht se rreshtet gjatë mbrëmjes së kaluar nuk kanë qenë të intensive, mund të themi se kanë qenë rreshte të lehta, por që duket se në fshatin Obot ka prezencë uji dhe siç mund shihet edhe nga pamjet pas meje, uji vijon të jetë prezent në këtë segment rrugor, sa i përket edhe fshatit Obot, por që gjithsesi ajo çfarë mund të themi është se në këtë segment rrugor të paktën është para dhe prezenca automjeteve të larta të ushtrisë për të ardhur në ndihmë banorëve, pasi është e vështirë për të kaluar në këtë rrugë që është edhe rruga hyrëse e fshatit, por pra siç e thash, pra është prezenca e automjeteve të ushtrisë dhe aksesimi në këtë fshat është vetëm me automjete të larta. Ndërsa sa i përket banorëve në këmbë është paksa e vështirë, pasi mund të themi që uji ka arritur deri në rreth 30 apo 40 cm. Nuk mund të themi se kemi të bëjmë me një situatë tepër problematike, por që gjithsesi kjo është mjaft shqetësuese për sa i përket banorëve të fshatit Obot, ku një pjesë e konsiderueshme prej tyre janë tashmë të detyruar të qëndrojnë në banesat përkatëse pasi është e pamundur për ta për të lëvizur në këmbë për shkak edhe të prezencës së ujit. Ajo çfarë mund të themi tjetër për sa i përket Obotit është edhe se prezenca e ujit është vetëm sa i përket në oborret e banesave të këtij fshati dhe fatmirësisht paktën deri në këtë moment e kjo edhe për shkak të rreshjeve me intensitet të ulët që kemi pasur gjatë mbrëmjes, por edhe mëngjesin e sotëm që jemi zgjuar fatmirësisht pa rreshtë shiu, kemi një situatë të qetë, madje edhe në komunikatën zyrtare të përcjellë për sa i përket situatës në qarkun e Shkodrës, situata paraqitet nën kontroll. Të paktën kështu shprehen edhe nga ana e prefekturës dhe emergjencave civile në komunikatën që na kanë përcjellë, madje unë do doja që të ndalesha edhe në disa detaje duke përfshirë këtu edhe bashkitë të tjera të qarkut të Shkodrës, duke nisur pikërisht me Bashkinë Vaudës, ku mbrëmjen e kaluar kemi pasur dalje nga shtrati të porrojit të Glinës, por fatmirësisht në raportimin që na është bërë gjatë ditës së sotme, na bëhet me dije se ka një tendencë të rikthimit në shtratin e tij pra të porrojit të Glinës dhe që situata të paktën deri në këtë moment nuk duket problematike dhe është nën kontroll. Ndërkohë, emergjencët civile natyrisht që janë në terren duke u ardhur në ndihmë të gjithë banorëve për sa i përket nëse nuk ka nevojë për sa i përket rreshjeve të shiut. Në fshatin në njësinë administrative Bushat, në fshatrat Mali Jushit dhe Hoten, janë raportuar se rreth 15 familje janë të bllokuara nga prezenca e ujit, ndërkohë që strukturat vendore janë në gatishmëri të plotë për të ndjekur të gjitha problematikat që mund të raportohen. Gjithmonë, për këto që sapo përmenda, flasim për Bashkinë e Vautës, duke vijuar me Bashkinë e Malësisë së Madhe, ku duket se situata mbetet nën kontroll dhe nuk janë raportuar problematika fatmirësisht, pavarësisht se kemi pasur me një situatë të vështirë rreth 2 ditë më përpara sa i përket kësaj bashkie dhe që natyrisht janë marrë masa të paktën sipas raportimeve. Ndërkohë në Puk vijojnë rreshtet intensive të shiut të shoqëruara edhe me erë, por që sipas komunikatës është shoqëruar pa problematika dhe emergjencët civile kanë raportuar se deri në këtë momente situata po monitorohet dhe që duket e qetë dhe nën kontroll. Pra, kemi të bëjmë me një situatë që të paktën është e menaxhueshme dhe nuk janë raportuar problematika të mëdha, por paktën jemi mësuar që në stilët e dimrit të kaluara qarku i Shkodrës të përballet me problematika të shumta sa i përket edhe qarkullimit të automjeteve, prezencës së ujit, kryesisht flasim këtu edhe për fshatin Obot ku edhe ne jemi pozicionuar. Po, në fakt e ka të përsëritur si histori. Megjithatë sa është sipërfaqja, e dim sot për sipërfaqen që është nën ujë? Aktualisht nuk mund të themi një sipërfaqe për këtë pjesë pasi ndoshta nga që kemi të bëjmë edhe me tërheqjen e ujit dhe nuk mund të themi për një shifër eksakte për sa i përket sipërfaqeve të mbuluara me ujë. Faleminderit Bendis.